Burri rro grua në Zubin Potok, djali godet nënën në Kaçanik, nipi godet agje në Pej. Dhuna në familje po vazhdon të jetë një fenomen shqetësues në shoqërinë tonë, e që fatkeqësisht gjithnjë po është në rritje. Çdo ditë ka raste që shokojnë qytetarët dhe ngrenë pyetje serioze për gjendjen e sigurisë dhe mbrojtjes së individëve. Në Zubin Potok, në Kaçanik dhe në Pej janë vetëm 3 raste të lajmëruara për dhunë në familje gjatë ditës së djeshme. Në Zubin Potok, një burr dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortës së tij pas një mosmarrëveshjeje. Viktima ka deklaruar se fillimisht i dyshuari e ka kapur për fyti, e më pas e ka goditur disa herë me grusht në fytyrë duke i shkaktuar lëndime trupore. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rasti është iniciuar si lëndim i lehtë trupor dhunë në familje. Viktimës i është lëshuar urdhër mbrojtës emergjent, ndërsa i dyshuari është dërguar në ndalim për 48 orë. Në Kaçanik, një i ri dyshohet se e ka rrohur nënën e tij. Pas pranimit të informacionit, policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku ka kontaktuar me ankuesen. Pas procedurave fillestare me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa rasti është iniciuar si lëndim i lehtë trupor dhunë në familje. Në Pej, ngjarja ka ndodhur brenda një shtëpie ku jetojnë 13 anëtar të familjes. Konflikti dyshohet se ka nisur pas një debati mes të dyshuarit dhe gjyshës së tij. Pastaj agja i të dyshuarit ka shkuar në sallon kur e ka dëgjuar zhurmën dhe pastaj ka kërkuar nipit të ndryshojë sjelljen, por pastaj situata ka eskaluar. I dyshuari e ka gjuajtur me sende të forta dhe më pas e ka goditur në pjesën e hundës duke i shkaktuar lëndime trupore. Edhe këtu prokurori ka urdhëruar që rasti të iniciohet si dhunë në familje lëndim i lehtë trupor. Pavarësisht kërkimeve, i dyshuari ende nuk është gjetur nga policia, ndërsa autoritetet janë angazhuar për të siguruar pranishmërinë e tij dhe për të realizuar intervistimin në lidhje me rastin. Për të 3 rastet, hetimet janë duke vazhduar. Kujtojmë që vetëm të dielën janë raportuar 8 raste të dhunës në familje në komuna të ndryshme të Kosovës.